Ka koha juaj, por edhe që rezistuat disa minuta në errësirë dhe nuk u larguat, ju falenderoj. Kemi nisur një seri takimesh në njësitë e Tiranës për ta bërë fokus investimin dhe strukturimin e degëve të partisë në gjithë kryeqytetin. Dhe faktikisht shikojmë në të gjitha takimet një bum pjesëmarrje dhe një dëshirë e madhe e gjithë mbështetësve tanë për të organizuar dhe për të strukturuar. Është shumë shpresdhënëse dhe inkurajuese për ne kjo, sepse ju e dini që ne kemi nisur një politik të re, po e quaj. Përse të re? Në qoftë se na kanë mësuar deri më tani që politika është një transakcion, që të jap eja në takim se të jap kaq para, eja në protestë se të mbuloj shpenzimet, eja këtu se do të gjej një vend pune, ne duam që të sjellim politikën si shërbim dhe si kontribut për vendin. Ky është qëllimi ynë parësor. Nga ana tjetër, Shqipëria gjendet në një situatë të cilën ne e shikojmë është alarmante dhe është momenti i duhur që njerëzit e duhur të bëhen bashkë për ta ndryshuar këtë vend, për ndryshuar qasin, për ndryshuar shtetëndërtimin, për ndryshuar mënyrën se si bëhet shtet, për ndryshuar mënyrën se si u qasesh njerëzve, për ndryshuar mënyrën si investohet për vendin, sepse deri tani modelet që kemi parë janë modele të cilët e kanë plaçkitur vendin. Dhe ne jemi këtu si njerëz të arritur, të plotësuar, të realizuar në jetë dhe që kuptojmë dhe ndjejmë që kemi diçka për të bërë për vendin tonë, kemi diçka për të dhënë për vendin tonë. Pra, e mira e kësaj, e gjithë kësaj partie është që edhe njerëzit që ka afruar janë njerëz të kësaj natyre, njerëz që duan të japin diçka. Sot kemi si një kafe me Adriatikun, pra do kemi një mesazh nga ana e Greta Ambeli, që është edhe kandidate që ne kishim në këtë zonë, një mesazh nga Adriatiku, po do duam që të jetë edhe një bashkëbisedim me ju, pyetja apo shqetësime që ju mbase keni dhe nuk jeni sqaruar ende, ndërkohë edhe ata që kanë dëshirë të antarësohen dhe të lënë numrat e kontaktit për t'u informuar më tej, do të kaloj Romina, mund të ngrihesh Romina? Do të kaloj Romina, ju mund ta thërrisni dhe të shkruani, pra nuk jeni të detyruar që të lini kontaktet tuaja. Ata që kanë dëshirë e thrasin dhe shkruajnë emër mbi emër, telefon dhe njësi. Jemi mbledhur sot njësia 1, njësia 2 dhe njësia 3, disa, se kryesisht jemi dyshi, por disa kontakte nga njëshi dhe treshi. Shumë shpejt do jemi në gjitha lagjet, kështu që nëse ju jeni nga njësitë të tjera, ju lutem specifikoni nga cila njësi je, sepse na duhet që të grupohemi edhe sipas kësaj forme organizimi. Faleminderit shumë, do t'ja kaloj fjalën Greta Ambelit. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj pa mas që jeni këtu sot. Do doja edhe një falendërim gjatë gjithë kohës fushatës që unë kam bashkëudhëtuar së bashku me ju. Ka qenë një angazhim shumë i madh nga ana ime, po dhe nga ana juaj, që ju keni bërë të mundur dhe mbështetjen tuaj maksimale, gjë që e treguar dhe me votën që ju më dhatë, por mbi të gjitha ju votuat jo Gretën si individ, po votuat një parti të re. E të gjithë këtu sot jeni njerëz të lirë, nuk është e lehtë sot që gjithë këta njerëz të mblidhen dhe të marrin mesazhe që ne duam të përçojmë tek ju. Ne gjatë gjithë fushatës kemi patur një program elektoral të mbushur me idetë të cilat do donim t'i bënim realitet dhe së bashku me ndihmën tuaj do bëjmë të pamundurën që lëvizja Shqipëria Bëhet të eci përpara, por mbi të gjitha njerëzit e lirë dhe të ndershëm që ka pikërisht në themel të saj kjo parti. Parimet që ne na udhëheqin janë drejtësia, janë liria, janë njerëzit punëtorë të këtij vendi që bëjnë sakrifica nga më të ndryshmet dhe maksimumin për të arritur më të mirën për familjen e vet, por ajo që po përballet ky popull është një korrupsion galopant, është një vjedhje në nivelet më të larta të shtetit, por ajo që është më e rëndësishme dhe më e frikshme është përpjekja që pushteti qeverisës po mundohet të bëjë pikërisht vjedhjes dhe korrupsionit. Sikurse e dim, kryeministri ka bërë të mundur miratimin e një ligji që po mbron pikërisht njerëzit e vet
që po jep mundësinë që të vjedhë i lirshëm, dhe ndërkohë që njerëzit e lirë të këtij vendi mund të arrestohen për një parkim dysh, kryeministri mbron të korruptuarit e vet nga pikërisht nga drejtësia. Dhe kjo është një gjë që duhet të marrë fund dhe kjo mund të bëhet e mundur vetëm faljush. Sikurse e dini, ne kemi nisur një protestë që do ta quaja protestë rezistence. Jemi mbi 80 ditë që ne jemi në shesh përpara kryeministrisë. Ajo që do donim ne të përconim është një model i ri proteste në sensin e një kryengritje popullore masive, gjë që populli duhet të kuptojë që në momentin që një parti, cila do qoftë ajo, bën të mundur që me ligjet e veta të cënojë interesat thelbësor të qytetarëve të vet, duhet të ngrihet dhe duhet i thoj stop korrupsionit, stop vjedhjes dhe mbi të gjitha duhet të bëjë të pamundurën për të mbrojtur të ardhmen e fëmijëve tanë. Ne të gjithë bashkë duhet të mbrojmë fëmijët tanë, duhet të mbrojmë familjet tona dhe këtë gjë mund ta bëjmë vetëm duke ngritur zërin. Nëse vegjetojmë dhe rrim pa ngritur zërin tonë dhe pa i shprehur shqetësimet tona, kjo do të sillte fundin e një shteti dhe fundin e popullit. Kështu që unë ju inkurajoj që ju bashkë me ne të bëjmë të pamundurën dhe mbi të gjitha të ushtroni të drejtën tuaj kushtetuese që është e drejta e protestës. Dhe një gjë të fundit, në datë 1 mars, në orën 12, ditën e diel, kemi thurur një protestë tjetër të madhe kombëtare përpara kryeministrisë. Është një protestë qendrese. Aty do shfaqen të gjitha problematika që ju keni dhe ato me cilat po përballet populli shqiptar në ditët e sotme, kështu që unë do ju inkurajoja dhe do ju kërkoja përulësisht që ju të gjithë të merrni pjesë. Është shumë e rëndësishme që secili nga ju sot të bëj të pamundurën dhe të bëj atë detyrën e vet që ka ndaj familjes, por edhe ndaj popullit vet. Ju falenderoj shumë edhe një herë për pjesëmarrjen. Tani do të fjalën Andrea Tiku. Përshëndetje, faleminderit shumë. Ky është një takim edhe në kuadër të falënderimeve për sa ju keni bërë në zgjedhjet e fundit. Greta Ambeli ka qenë vajza zonja me votuar e jona në qytetin e Tiranës dhe sigurisht kjo ka ardhur edhe si pasojë e mbështetjes tuaj të jashtëzakonshëm. Ndërkohë ne tashmë po strukturojmë lëvizjen, që do të thotë lëvizja nuk është thjesht më një çështje fryme, nuk është thjesht çështje e një grupi djemsh dhe vajzash të cilët janë bashkuar për të dhënë disa ide, por lëvizja po strukturohet. Ne dje ishim në Sauk, ku themeluam seksionet e zonës Saukut dhe ato të Farkës. Këtu sot jemi në një takim me pjesën e nëndegëve të njësisë 1, 2 dhe 3. Unë po e prezantoj dhe sekretarët e degëve dhe pastaj sigurisht të nëndegëve dhe pastaj sigurisht në rrugtimin ton ne do të procedojmë me zgjedhjet në çdo nëndegë për të zgjedhur kryetar, nënkretar ose nënkretare apo kryetare. E me radhë, në njësinë 1 ne kemi një zonjë e cila është e fushës financës, ajo quhet Rana Pejo, është këtu me mua. Për njësinë 2, sekretari degës ton, që do të jetë personi kompetent për të organizuar degën deri në zgjedhjet e para, është zoti Marcel Rupi, që është gazetar, është dhe i fushës së artit. Për njësinë 3, do të jetë sekretari degës që do të merret me organizimin zoti Gjergji Topaui, që është veteriner. Të gjithë të janë njerëz të ndershëm të cilët po i bashkojnë lëvizjes dhe me të cilët ne mund ta ndryshojmë. Visi, po na lë Roberta. Aman. Po thosha, jemi në një fazë strukturimi. Është shumë e rëndësishme që ne të mos ndalemi çdo ditë. Kjo është një lëvizje e njerëzve të lirë, është një lëvizje e djemve dhe vajzave, burra dhe grave të ndershëm. Nëse unë do vija këtu dhe do të prezantoja njerëz të cilët kanë probleme me korrupsionin, apo janë njerëz që u kanë vjedhur, apo janë njerëz që u kanë në qafë, me të drejtë ju nuk duhet ta mbështesni televizia. Po unë besoj se këtu po vi me njerëz të cilët përfaqësojnë vlerat më të mira qytetare. Njerëz të cilët përfaqësojnë dinjitetin, përfaqësojnë nderin, përfaqësojnë familjet e punës, familjet e ndershme të kësaj zone dhe të gjithë qytetit të Tiranës. Dhe kjo është arsyeja pse unë kërkoj mbështetje të vazhdueshme dita ditës dhe kjo lëvizje po rritet dita ditës. Ne kemi 80 ditë që po protestojmë përballë zyrës së qeverisë më të korruptuar të Europës. Këtë nuk e themi ne, këtë e thot prokuroria e posaçme,
Këtë e thon faktet dhe aktet që po na dalin nga dosjet ku kudo prokuroria po fut dorën, kudo po del një mega skandal korrupsioni. Sot ka nisur çështja e radhës, që është ajo që lidhet me portin e Durrësit, ku 400 milion euro abuzim është bërë në atë port. Më thoni një çështje ku prokuroria ka nisë hetim dhe nuk është gjetur në shkelje të ligjit. Një të vetme. Nuk ka. Më thoni një ministri ku prokuroria ka vajtë dhe ka kërkuar të hetoj dhe nuk është gjel në shkelje të ligjit. Më thoni vetëm një bashki ku ka pas një denoncim dhe prokuroria e posaçme ka nisë hetim dhe nuk është gjetë që është abuzuar me lekët publike të këtij vendi. Pse ndodh kjo? Sepse kjo është një mundësi dhe metodë qeverisëse. Dhe po t'i vini re, në çdo rast metodika është e njëjtë. Shtet WhatsAppi. Urdhrat jepen me WhatsApp, vendimet merren me WhatsApp, tenderat hapen me WhatsApp, tenderat shpahen fitues me WhatsApp, këdo ministria ja çon drejtorit me WhatsApp, pastaj kur e fiton një kompani, ministria i përcakton se kujt do t'ja jap punimet dhe nën kontraktimin prapë me WhatsApp. Një shtet që funksionojnë me telefon, funksionon me mesazhe, pa protokoll, pa dokumenta, pa procedur, pa solemnitet, dhe kjo është një gjë që duhet marrë fund, sepse kjo është arsyeja pse shteti shqiptar është në këtë pikë sot. Dhe ju këtë e ndjeni dhe në jetën e përditshme. Shkoni në zyrat e shtetit, njerë u thonë s'ka sistem, herën e dytë mungon ajo në punë si atje se është në kafe, herën e tretë diku i ka ndodhur një sebeb dhe nuk ndodhet për momentin, dhe kur vjen ditën tjetër prapë ndodh një sebeb tjetër, dikush martohet, dikush vdes e me radhë. Një shtet ku qytetari nuk gjen dot të drejtën, nuk marron dot punë, nuk zgjidh dot hallin, dhe kjo ndodh sepse peshku, thot populli, qelbet nga koka. Që do të thotë, në momentin që nuk funksionojnë gjërat në nivel drejtues, nuk mund të funksionojnë në asnjë nivel tjetër hierarkik të shtetit. Unë mendoj dhe besoj që të gjithë ju mendoni njësoj si ne në këtë pikë, kur dikush kapet me korrupsion, do duhet që në rastin më të mirë të ul kokën dhe të hesht. Jo more, këta jo që nuk ulin kokën, po këta e mbajnë kokën lart, përkundrazi, dhunojnë ata që kundërshtojnë vjedhjen, në këtë rast ne aty në shesh, tauin ata që kundërshtojnë vjedhjen, duke përdorur këta marionetat e tyre që quhen analist, darkave në për televizione, analist të cilët me punën e analistit, pas kanë vila në Bregdet, pas kanë makina të shtrenjta, fëmijët i shkojnë në shkollat më të mira të botës, mjekimet e tyre i bëjnë në spitalet më të mira të botës. Çuditërisht këta njerëz vetëm duke bërë analizë bëhen miliarder. Ndërkohë ju në përditshmërinë tuaj, duke punuar me djers, duke derdhur sakrificat e djers çdo ditë, duke punuar fëmijët në emigrim, duke sakrifikuar për 35 vite me radhë, mezi keni arritur të ndërtoni një jetë modeste normale. Ndërkohë këta të televizorit në darkë që thjesht llomotitin dhe analizojnë në thonjza se sa e mirë është qeverisja në këtë vend, këta bëhen miliarder dhe këta jetojnë në një mënyrë si shejk. Keni parë ju të emigrojnë analistë nga ky vend? Jo. Nga ky vend emigrojnë djemë të shkolluar, vajza të shkolluara, emigrojnë avokat, emigrojnë mjek, shumë mjek, infermiere, ekonomist, puakaxhi, tuaxhi, nuk e di. Çdo lloj profesioni, përveç se analist. Analistët ndark nuk emigrojnë. Pse? Se i mbajnë me xhutona këta që mbajnë pushtetin për t'i bërë lavazh trurit nga mëngjesi deri në darkë popullit. Për t'u thënë njerëzve që gabim e kanë ata të cilët kërkojnë ndryshimin. Për të hedhur balt mbi ata që kërkojnë ndryshimin. Sepse duke hedhur balt mbi ata që kërkojnë ndryshimin, fillohet dhe krijohet perceptimi i njëjtë që hajde nëse të gjithë këta derra një turi kanë, të gjithë janë të baltës, të gjithë janë hajdut, dhe duke qenë të gjithë kështu, kush qëndron në pushtet? Qëndrojnë ata që e kanë pushtetin. Kush e mban monopolin e ekonomisë? Ata që e kanë pushtetin. Kush e vjedh këtë vend? Ata që e kanë pushtetin. Dhe ne ndaj duam të organizohemi për të ndryshuar këto gjëra. Po si mund ndryshojnë? Mund ndryshojnë duke ndënë ne në shtëpi? Jo. Mund ndryshojnë duke ndënë thjesht në kafe? Jo. Mund ndryshojnë nëse ne mendojmë dhe themi ne nuk merremi me politik? Jo. Sepse edhe nëse ju thoni që s'merreni me politik, edhe nëse ju besoni që s'merreni me politik, politika merret me ju çdo ditë, në çdo çast dhe çdo minutë të jetës tuaj. Merret me ju që nga mëngjesi kur ndizni dritën te dhoma juaj e gjumit, der kur shkoni në tualet hapni rubinetin me cilin lani syt, dhe dhe në darkë kur e fikni prap dritën, sepse të gjitha këto akte kalojnë nga akte politike.
Sepse për çmimin e energjisë elektrike ka një komision të erës që ka vendosur mbi një vendim politik që çmimi të jetë aq apo ndryshe. Sepse kur hapni rubinetin dhe lani syt, uji me cilin ju lani syt është tarifuar mbi një çmim që është vendosur mbi bazë të një vendimi politik. Ti mos u merr tër ditën me politikën, merret politika me ty sepse cakton çmimet mbi shërbimet që merr, sepse përcakton se si tatimet vinë dhe të bjen kokës sa herë ti nuk dakordson, apo se marrin vendime të cilat lidhen me pronën tënde, me jetën tënde. E shikoni ju çapo ndodh atje në Rio, apo në të gjitha fshatrat e këtij vendi, atje në Korçë me radhë. Ven e marrin pronën, nuk përgjigjet askush, sepse ligjin politika e ka bërë si çdo vet. E ka bërë në interes të atyre çdo vet, dhe kur njerëzve u shkon kova e skrepit te dera, atëherë kujtojnë. Dhe ajo që unë dua të kërkoj ju sot është që pas nesër ditën e diel të vini në shesh, të merrni dhe të afërm, të merrni shok, do thoni ju nuk ndryshojmë gjë, ndryshoni shumë. Sepse kur ne nisëm në 8 dhjetor, të gjithë më thoshin që Edi Rama sa ka ardhur në pushtet për mandatin e 4, ka marrë 83 mandate, nuk keni çfarë t'i bëni, është e pamundur t'i bëni diçka. Por sot, 80 ditë më vonë, është fakt i pakundërshtueshëm që dje ai ka humbur gjysmën e qeverisë së tij. Gjysmën e qeverisë së tij e ka rrëzuar dje Edi Rama. Dhe kjo ka ndodhur si pasojë e një qëndrese dhe një përballje të vazhdueshme nga protestat. Sepse teoria që çudia më e madhe zgjat 3 ditë në Shqipëri, ndroi, kemi 80 ditë ne që nuk e lëm të mbyllet kjo plag, dhe nga ana tjetër ka 80 ditë që e gjithë shoqëria është angazhuar, dikush bën një lloj proteste, dikush një tjetër, por shoqëria ka filluar të vlojë. Dhe ju duhet të angazhoheni ditën e diel dhe duhet të vini aty, sepse ndoshta sot, ende në shtëpitë tuaja nuk ka trokitur halli i pushtetit. Po një ditë do të trokas, siç ka trokitur në një fshat caktuar apo në një qytet caktuar. Ndoshta sot vendimet e padrejta ende nuk i ndjenin lëkurën tuaj. Po nëse ju heshtni sot se dikujt tjetri bëhet padrejtësi apo shoqërisi bëhet padrejtësi, nesër kur të ndodh halli juaj në shtëpitë tuaja, shoqëria do të hesht, sepse dhe ju keni heshtur kur ajo pjesë e shoqërisë vuante. Dhe ndaj është shumë e rëndësishme që të mblidhemi ditën e diel për të treguar qëndrueshmëri, për të treguar që kur vjedh populli nuk ndalet deri ditën që të largon, për të treguar që pavarësisht se sa pushtet ka një njeri, kur e tepron populli bëhet bashkë dhe e largon, për t'i treguar çdo triu, Gretës Parës, Dorinës, Alfredit, Emerad, Marcelit, Linditës, të gjithëve, që të kenë kujdes që po erdhën një ditë pushtet faljush, ta masin mirë dhe ta pyesin mirë veten. Sepse mund të kalojë një vit, mund të kalojë 5, mund të kalojë 20, 30, po një ditë përballesh me drejtsinë, përgjigjesh te drejtësia, sepse harrami nuk mund të bëhet halal kurrë. Dëgjoj njerëzit që thonë nuk ka shpresë, nuk bëhet. Në fakt, ne në zgjedhjet e para, në maj, morëm 80.000 vota, mbi 80.000. Sigurisht ushtarët e vjetër, një 16.000 vota na i dëmtuan dhe i shpahun të pavlefshme. 64.000 u shpahun të vlefshme. Kemi qenë shumë pranë bërjes së historisë në numër mandatesh, edhe pse sistemi është i atill që duhej dhe pak në zhoqark për ta përmbysur. Ne kemi humbur mandatin në Vlorë për 700 e pak vota. E kemi humbur mandatin në Fier për 403 vota, 404 vota. E me radhë kështu ka ndodhur kudo thuajse. Pra duhet dhe pak më shumë punë për ta çarë realisht këtë sistem. Dhe mund ta bëjmë. Dhe në fakt ne nuk u dorëzuam. Me gjithë intrigën që bën dhe koha e tregoi se si regjizori Edi Rama, pasi na kërcënoi ne që o do shkonin në pushtet me të për ta vrarë çdo koncept lirie dhe kundërshtia në këtë vend, ose do ta hiqte dhe atë mandat që morëm, ne nuk pranuam, refuzuam, dhe ai bëri atë që bëri me avokatën e popullit, dhe ju e dini. Ne prap nuk u ndalëm, u çuam, vazhduam aktivitetin, u përballëm, çdo ditë takojmë njerëzit, po strukturojmë, shkojmë në diasporë brenda vendit, jemi në shesh, po organizojmë protestat vazhdueshme, sepse ne po bëjmë betejën e brezit ton, sepse unë nuk dua dhe ne nuk duam që fëmijët ta nesër të vazhdojnë të ikin nga ky vend. Por na duhet ndihmë. Është sakrificë e madhe. Paramendoni një çast sikur ta lini punën 2 ditë. Se si ikën radha e punës, se si të duhet të sforcohesh për të kapur radhën e punës, për thjesht 2 ditë. Po sikur të rish çdo ditë jetës tënde,
dhe t'ja kushtosh kauzës së ndryshimit, se sa e vështirë bëhet, sepse dhe ne kemi fëmijë, dhe ne kemi tatime për të paguar, dhe ne kemi fatura për të paguar, dhe ne kemi prindër që smuren, po dhe ne kemi shëndet që mund të na zërë njerë gripja, apo njerë mund na dhëm koka, apo njerë veshka, nuk e di. Por na duhet rrim në ballë të një beteje sepse i kemi vënë gjoksin, po për këtë na duhet ndihma juaj. Dhe ndihma juaj është shumë e thjeshtë, të rreshtoheni me anën e drejtë të historisë. Nuk mundet që një popull i vuajtur të vazhdojë dhe të investojë te ata të cilët dukshëm po e vjedhin, dukshëm po e masakrojnë, dukshëm po e rrajnë, dukshëm po e shtypin, dukshëm nuk po e dëgjojnë. Dhe shpresë nuk do të kishte, nëse do të ishim në ditën ku përballë këtyre nuk do të kishte asnjë grupim, asnjë organizim të ri që flet për vlerat, flet për drejtësinë, flet për ndryshimin. Por jo, e kanë dhe ju e keni. Ju keni një ekip djemsh dhe vajzash fantastik në këtë betejë, që kanë vendosur të luftojnë për ndryshimin, që kanë dhënë prova që nuk janë shitur për ndryshimin, që kanë dhënë prova që nuk janë dorëzuar për ndryshimin. Pyeteni një herë veten, sa e vështirë është në një vend si ky që të guxosh dhe t'i thuash jo pushtetit kur ai të ofron që ti të drejtosh një pjesë të madhe të qeverisë. Dikush në fillim thoshte që po jo më ç'i duheshit juve. Po i duheshim ne. I duheshim ne eksaktësisht për të shmangur këtë që po i ndodh tani. Për të shmangur që të kishte krah Belinda Baukun, sepse Belinda Bauku e kishte marrë peng, siç duket që e ka marrë peng. Dhe arsyetimi i tij për të bërë koalicion me forcën më të madhe rinore në vend të votuar në këto zgjedhje, do të ishte edhe një argument ndaj saj për të hapur krahun si zëvendës kryeministre me të mirë. Dhe ne nuk pranuam, sepse ne nuk mendojmë thjesht për sot, po mendojmë për nesër, pas nesër dhe për 30 vite të vinë, që ky vend duhet bëhet i mirë për fëmijët tanë, po dhe shumë i mirë për prindrit tanë, për të kaluar vjeshtën e jetës, dhe normal për ne, për aq sa na ka ngel në këtë dynja. Unë me shumë përulje ju them faleminderit që na vini e na dëgjoni. Ne nuk jemi tashmë në një fushat elektorale. Jemi në një fazë organizimit të këtij subjekti. Por mos e harroni, çdo maraton nis me një hap. Një hap të vetëm nis një maraton. Çdo pyll digjet nga një shkëndi e vogël. Çdo anije mbytet nga një çar. Çdo bucel vere zbrazet nga një vrim. Çdo pushtet rrëzohet nga një grup idealistësh dhe çdo kom ndërtohet nga një grup idealistësh. Ka një grup idealistësh që duan ta bëjnë. E di që duket e vështirë, duket e pamundur, por nuk është. Ajo që sot duket e pamundur, nesër do të duket krejtësisht e thjeshtë. Sepse po pati nder, dinjitet, vendosmëri, gjërat bëhen. Kujtoni ju familjet tuaja në vitet 90, si e nisët. E nisët me furneua në banjë, unë i mbaj mend, kam qenë fëmijë, po i mbaj mend, gatuani në tualet. E nisët me 3-4 çifte kurora në një apartament. E nisët pa ngrohje në apartamentet tuaja. E nisët duke ngrënë trahana, djath, buk e gjëra të bazike, të thjeshta. E nisët me vështirësi, emigruat, sakrifikuat, punuat dhe këtu. Por sot, fal punës tuaja, keni dalë të ndërtoni shtëpi, ta ndani furneon nga banja, ta hani më mirë, të visheni më mirë, dhe kjo jo fal qeverive, por fal punës tuaj. E ti është televizja. Me sakrificë mund të rritet, mund të ndryshoj, mund të bëhet më e mirë. Dhe tashmë jo për të ndërtuar shtëpitë tuaja se ato i ndërtuat vetë, po për të ndërtuar rrugët e këtij vendi, shkollat e këtij vendi, garën e këtij vendi, dinjitetin e këtij vendi, sepse sado të aftë jeni ju, asnjë nga ju i vetëm nuk mund të ndërtoj shkolla. Nuk mundeni. Sado të aftë jeni ju, asnjë nga ju i vetëm nuk mund të ndërtoj rrugë, është e pamundur. Sado të aftë jetë secili nga ju, asnjë nga ju nuk mund të ndërtoj spital personal, nuk mund të ndërtoj gjykata personale, nuk mund të ndërtoj institucione për ta menaxhuar këtë vend. Por të gjithë bashkë, duke u bashkuar rreth vlerave, mund të ndërtojmë rrugë, mund të ndërtojmë spitale, mund të ndërtojmë garë, mund të ndërtojmë dinjitet, mund ta ndryshojmë atë dheun tonë. Dhe shpresë nuk do ketë ditën që nuk ka djemë dhe vajza që vendosin të zbresin në fushën e betejës eksaktësisht përballë atyre që duken të pathyeshëm. Dhe unë jam krenar, edhe vi këtu me super krenari, sepse kam në krah një super ekip i cili po shtohet dita ditës, dhe unë ju kërkoj ju
që në këtë lagje, në lagjen 2, në lagjen 1, në lagjen 3, ne të zgjerohemi, të punojmë dita ditës. Unë kam qenë në këtë lokal para zgjedhjeve, më kam pritur thuajse gjysma e këtyre që janë tani, më pak njerëz. Kjo do të thotë që njerëzit nuk ishin këtu se prisin ndonjë interes të vogël. Ata që kanë qenë para zgjedhjes nuk ishin këtu se prisin ndonjë vend pune, prisin ndonjë qok apo diçka tjetër. Se po të qe kështu nuk do ishte asnjë nga ju sot këtu. Po keni qenë këtu se e keni besuar vërtet ndryshimin dhe jeni shtuar sepse edhe besoni akoma më shumë ndryshimin. Ndaj ne do punojmë deri në fund për ta sjellë ndryshimin. E di që përballeni me demotivim, e di që jeni zhgënjyer shpesh herë, e di që edhe ato që ndodhin në përditshmëri e vrasin besimin. E di që dhe ne kemi bërë ndonjë gabim nga naiviteti, nga mosha, nga mos pjekuria politike me këtë lloj kënete që ka këtu, sepse e kemi konsideruar këdo si vetja të ndershëm, të pastër, me quhimin e drejtë. Dhe dikush mund edhe të jetë ligështuar, mund edhe të jetë mërzitur. Po ajo që duhet të bëj të ndani mendjen dhe të vendosni, a do na mbështesni edhe më fort se më parë, është vetëm një gjë. A pranuam ne të shitemi te pusheti apo po qëndrojmë përballë pushetit pa u ndalur dita ditës? Qëndresa. Unë ju falenderoj shumë, jam i hapur për pyetje. Këtu me mua ndodhet nën kryetaria e lëvizjes që është zonja Dorina